Ne sirtaret e vjetër të sigurimit. Midis mikut të frikës, u gjet një doshe me vullet e kuke. Në kete doshe ishte një kontrate ko askush nuk e kishte pare kurre. Kontrata kë e këteu zerin me të dashur të kombit në rob të pushtetit. Gako qako, njeri u këberi të kantengje popull të tere me zerin e tijgjë, nuk ishte i lira. Ai ishte i lidhur me një dokument ko ja ndalonte të dashurin, ja ndalonte të keshurin, ja ndalonte idhe të drejten per të ankuar. Në kete kontrate kondronte një klauzole e fshehur. Nese refuzon të këndonte ku i toshin, familja e tijgjë do të paguante. Gjo me para. Me liri. Me gjëta. Kush e detyroj kete burre të shiste shpirtin per të kenduar? Tfare fshihej pas atej dokumenti ko nënshkroj me duar të drithuara? Sot, per heret e pare, do të zbulojme malkimin koja vodhigjete. Ishte vitin gjë migja e nëntekind e gjeshtet gjete e tete. Tirana mbushej me duar trukit gjëqdo nate kur gako dilte ne skene. Por askush nuk e din të qmimin kë paguha e prapa perdes. Askush nuk e kishte pare atë naten kur di ofiseret e sigurimit erdhen ne shtepine e tijgjë. Pa trokitur, pa paralaj meruar. Vetëm me një zarfet e verdhe në dore. Brenda këti zarfi ishte kontrata. Jo të jesht një marrëveshje pune. Ishte një varg zingshiresh të padukshem. Nëna e tijgjë, grua e moshuar kva mezi ekte, këndronte në koridorin e erret dhe degjon të cdo fjale. Ajo pas e si gjali i saj, yliko e beri krenar shkiperina, ulte koken të nënshkruante. Nuk kishte zgjedhje. Në letër shkruhaj, ai nuk mund të refuzonte as një koncert, as një udhetim, as një urdher. Po refuzoe. Familja do të shihte pasogja. Nena do të humbte pensionin. Velaj do të humbiste punen. Motra do të ndalohej të studionte. Kjo ishte kontrata ko e gjduku zerin e gakos nga brenda. Por pse e detyruan të nënshkruante? Sepse ai kishte bere, gjë e gabim, kishte dashuruar. Gjo gruan koa i kaktuan. Gjo vajzen kë partia e kishte zgjedhur per ta, por nja grua tjetër, nja grua kë askush nuk tu hajta dinte. Një histori dashurie kë, du të ndikte si higje deri në ditën e fundit, të sigurimi e zbuloj. E zbuloj permez një letre të ndërseptuar, një letër ku gako i shkruante, unë gjam i yti, pavaresisht se çfare me tone. Kjo letër mjaftoi këtë ndërtohej një dosje që do të rendonte me shumesis dogje që ai këndojnë don gjehere. Dashuria e tijgjë ndaluar u këtje në arme kunder taj. Dhe ai per të mbrojshtur atë, pranuita heshte, pranuita gjete kukull, pranuita këndojë edhe kur shpirti i terristi ndalo. Që do koncert që ai gjepte nuk ishte per art, ishte per mbigjetise, nuk ishte per publikun, ishte per të mbajtur doshjen të mbilur. Në skene dukej si mbret. Prapa skenes ishte rob. Oficeret e sigurimit rinin në reshtin e pare, jo per të degjuar, por per të kontroluar. Cedo note që këndonte ishte në mbike kyrgje. Cedo emocion që shprehte ishte i kontroluar. Ai nuk mund të devizionte nga repertori i aprovuar. Nuk mund të shprehte pikellim me teper se se legjohej. Nuk mund të buze kështë palegje. Të nesin don gjehere u duk i lodhur, vinin ne dhomen e taj pas shfaqjes të i rikojtuan se ke kontrate, ke familje. Ke një doshe kë mund të hapet në qëto moment. Në të me e renda erdhi ne vjeshten e vitit një meja e nente kënd e gjeshtet gjeta e nente, a i duhej të këndonte në një feste shtetërore. Por atë dita kishte marrë një lajm kë i theu zemren. Gruaja kë a i donte, gruaja kë ambante të fshehte, kishte lindur një gjale. Një gjale kë askush nuk duhej të dinte. Një gjale kë nuk mund të mbante mbjemrin e tijgjë, a i kërkoj të anullohet koncerti. Kërkoj të shkonte të shihte famigjen per heret të pare. Por oficeri ko erdhi në dhomen e tja jak të u fityren nga dritargjat het ta. Nuk këtë gjale. Ke vetëm skene. Ke vetëm mikrofon. Ke vetëm kontrate. Dembile gogjen nese du t'imbigje të shkesa gjnate. Gako doli në skene atë mbremgje me sita e kuk. Këndoj duke kaqdur per brenda. Publiku mendoj se ishte emocion artistik, por a e kante per një gjete kë nuk mund të gjetonte. Per një femije kë nuk mund të prekte, per një dashuri kë nuk mund të refente.
Kjo ishte ata kur diçka teu perg gjithmone në ta. Ata ka e donin nuk e dinin. Ata ka e duar trokiznin nuk e shihnin. Gako qako ishte bere fantazme brenda trupit të e vet. Gjeta e tegj nuk i perkiste me. I perkiste ata e dokumenti të vullosur me tullak në arkivat e sigurimit. Qdo kenge ishte një burg, qdo skene ishte një kele, qdo duar trokitje ishte zingshir që terke imbahe, dhe qdo natë, kur mbil të sitte, e degjon të zerin e oficerit, ke kontra te, ke nje dosqe. Ke nje gjete këne e kontrollojme, por kush ishte gruagja ke a i donte? Pse ishte kake rezikshme kjo dashurisa duhej fshehur me qdo kusht? Qfare du të ndodh të nese e verte të diljene dritte, në koridoret e erreta të pushtetit, në zyre ke nuk kishin plaka me emra, eksiston të një lista. Kjo nuk ishte thjesht një lista emrash. Ishte një dënim. Një urdher kë vinte nga lartë, nga nxerez kë askush nuk i shiti po kë vendosnin mbi fatin i sesilit artist. Në këtë liste shkruhaj, gako qako duhet mbajtur nën kontroll, kjo do të thote se ai nuk ishte thjesht i vezguar. Ishte i shëngjestruar. Çdo hap i ti ishte nën lup. Çdo fjale kë thoshte ishte e regjistruar. Çdo takim kë bente ishte i raportuar. Por pse? Çfarë beri gako ko e këteu në kërqenim per sistemin, per gjigje këndronte në njën gjargje të vetme, gjembrem gjë kur a i beri gabimin me të madh të gjete se tigj. A i refuzoj të këndonte per diktatorin, refuzoj të lartëson të pushtetin per mes zerit të taj, refuzoj të ishte zeri i propagandës, të per këtë vendosen të shkaterrojne. Ishte fundi i vitit 1967. Gako ishte ftuar në një feste ekskluzive ku vetem elita e partise ishte e pranishme. Ati në një dhome plot tim të whisky të kontrabanduar, a ju kasua nga një zirtar i larte. Një njeri me fityre kë dukej të mos kishte buzeke shurkurre. Kë zirtar i javuri një dore në sup dhe i tha, kemi nevoje per një kenge tere, një kenge per shefe. Diçka këta larte sogje. Diçka këti falendrojme per cfare ka bere per ne, ti do ta shkruash, ti do ta kendosh, ti do ta besh me shpirt, gako e pa nësi, pa ati prezionin, por gjeti forsen të atota, une kendoj per njerezit. Jo per individe, kendoj per popullin, jo per pushtetin. Nuk e shkruaj kete kenge. Heshtje. Një heshtje kë zgjati sa dhjete frime margje. Pastaj zirtari buzekeshi, por nuk ishte buzekesh gjeda shëmiresi. Ishte paralajmerim. A ju largua pathene as një fjale. Por ta në sermen fillojnë ndeshkimi. Koncertet e Gakos u anulluan pa arshe. Emri i taj u hok nga programet e radios. Kenget e taj nuk u transmituan me. Te askush nuk dinte pse. A ju këte na një fantazme. Një artist kë egzistonte por kë nuk leshohejte dhe gjohej. Dhe kur pjeste, pse? Per gjigja ishte gjithmone e ngjechte ke shkelur besimin. Ke bere gabimin e gjettes, por historia nuk mbaroi ati, sepse per të shkaterruar plotesisht, nuk mjafton taj heshtesh emrin i dikusht, duhet tap posterosh. Duhet ta besh të pendohet per qdo zgjedhje kwe ka bere, të keshtu filloj faza me i zeze e gjetes së Gakos, operacioni per të tjerë plotesisht, e para ke u godit ishte familja. Nena e tigj, kë kishte sherbir si mezuese per 35 vjet, hambi pensionin pa paralajmerim. Arsjegja? Asnje. Thjesht ngjelet administrative ku shkruhe, per arsje të rendit të brendshëm. Velaj i taj, kë punonte si inxhinier në fabriken shtetërore, u zvendos në një fshat malor ku nuk kishte asgjë që tërvecët hide huti. Motra e vogël që sapo kishte hire në universitet, u përgjashtua. Pa shpjegim, pa apel, pa të drejtë të riktehej. Gako e kuptoj, nese ai nuk do rezohej, ata do të paguanin të qëret. Prandaj shkoj të zira kë i kishte thirrur. Uol parangje burri kë as nuk e shikoj nësi. Ai thjesht ishtiu në gjeletër per para. Ishte kontrata. Agjo kontrate per ta si len folem në fillim. Te burri ta. Nën shkruaj këtu dhe gjithçka do të kthehet në normalitet. Familja jote do të rehabilitohet. Ti do të kthehesh në skene, por nëse refuzon, do të humbasesh gjithçka.
Edhe atë që nuk e kende. Gako e kuptoi se kjo ishte goditja përfundimtare. Ishte si të nënshkruante një denim me vdekje, por një denim të ngadalta. Ku vdiste çdo ditë kope e shpirtit, të e nënshkroi, gjo me koke ullur, por me dembje, me zemerim, me frika, me shpresen e fundit këndoshta, një dita do të arrinte të shpetonte. Por ajo dita nuk erdi kurre, sepse pasi nënshkroi, ajo kthye në pronesh të terrore. Nuk ishte me artist, ishte mjet, nuk ishte me njeri, ishte ze. Ze që duhej të kontrolohej, ku e duhej të drejtohej, ku e duhej të shfritezohej, të çdo ditë që kalonte, ai e ngjente se po zhduket pak nga pak. Por ndërkohë, në erreziren e natës, ekzistonte një e vërtetë ku askush nuk guksonte ta thoshte. Një e vërtetë që lidhet me dashurinë e tij të fshehtë, sepse arsyeja pse sigurimi e përdori kontratën kundër tij nuk ishte vetëm për kontrollin artistik. Ishte për ta mbajtur të heshtur mbi diçka me të madhe. Një skandal ko. Po të diljen e drita, do të tronditin themelet e pushtetit. Dhe kjo histori fillonte me një grua që s'duhej të ekzistonte në jetën e tij. Kush ishte ajo grua? Pse dashuria e tire duhej fshehur me çdo kusht? Çfarë do të ndodhte nëse ajo histori zbulohej? Në periferinë e Tiranës, në një rrugë pa emër ku kembanat e kishez nuk binin mede ku drita e ndrisimit publik mezi arrinte, ekzistonte një apartament i vogël. Didhoma. Dritare me perde të trasha. Djetë që nuk hapeshin pakot të fshehta. Ki apartament nuk figuronte në asnjë dokument zyrtar. Nuk kishte adrese. Nuk ekzistonte sipas shtetit. Por per Gakon, kjo ishte vetmja vend ku ai ishte ngjeri. Ati gjetonte ajo, grua që nuk duhej të kishte emër. Grua që nuk duhej të shihej. Grua që ai e donte me shumë se gjetën e vet. Fëmijët e shihnin shpesh. Një burre që vinte natën vone me kapele të ullur dhe kësaget të rënda. Hyre i shpajte, e nervos. Gjithmonë duke u shikuar prapa. Të mbillej brenda per ore të tëra. Disa menduan se ishte kontrabandist. Të qere, se ishte informator. Askush nuk e dinte se ishte zeri me i dashur i kombit, që po perpikej të gjetonte një gjetet edite larg kameras dhe mikrofoni, a gjo kuhej drita. Por këtë emër nuk do të gjeni askund në arkiva, askund në gazeta, askund në raporte zyrtare, sepse per shtetin drita nuk eksistonte. Dhe kjo ishte kelimisht. A gjo kishte një të kaluar të ndërlikuar. Ishte vajze e një burri ko ishte shpallur armiki popullit, një burre ko kishte ikur gjashte shtetit dhe ko kishte folur kunder regjimit. Per këtë arsye, çdo njeri ko kishte lidhje me të konsiderohej i rrezikshëm. Dhe Gako, duke dashuruar vajzen e tij, kishte hyrë në një zone të ndaluar, por ai nuk e la, sepse dashuria nuk pjesin per dokumente. Dashuria nuk ngjek urdhrat e partise. Dhe Gako kishte vendosur, edhe nëse me ndalohet gjithçka, kjo është gjëja e vetme per të cilën nuk do të kërkojë legje. Takimi i tyre ishte rastësi që dukej si fatikek per sistemin. Ishte një natë dimri në vitin 1966. Gako kishte mbaruar një koncert dhe po ekte në rrugë të bosh drejt shtapisa. Ishte i lodhur, i shlumbruar, i tronditur nga barra e fames, dhe paprit mas dëgjoj njëze. Një grua që kante në një skajte e rret të rrugës. Ai ndaloje, u kthye, e pa ullur në një shkalle, me koke poshta, me duar të drithuara. Ai u afrua dhe pjeti, çfarë ndodh? Ajo e shikoi. Nuk foli. Por në atë moment diçka ndodhi. Diçka kaes ai nuk mund ta shpjegonte me vone. Unë gjesi të kishte gjetur pëgjesen ko i mongonte? Te ajo e ngjeu të ngjeshten gje. Ajo nuk e dinte se kush ishte. Nuk e ngjihte nga zeri sepse ajo nuk kishte radio në shtepi. Gjepte mesim në një shkolle fillore dhe gjetonte e izoluar per shkak të emrit të familjes. Por per Gakon, kjo ishte shpetim, sepse per here të pare, ne gjete po fliste me dike kë nuk i shihte si ikone. Kë nuk kërkonte autograf. Kë nuk e lartësonte. Kë thjesht po vuante si kurse aje. Te prej asaj nate, filloi një histori dashurie kë duhej mbajtur e fshehte me çdo çmim. Por sigurimi nuk fle.
ata e mesuan per dritten brenda digjavesh. Sepse Gako kishte bere gabimin e pare, I kishte dhene asa në gjedhurate, një kolier të thjeshte me gure argjendi. Te agjo e kishte veshur një dite kur kishte dale në treg, një spiune e kishte venere dhe I raportoj. Men gjehere u hap dosje ku shkruhaj, Gako Çako ka lidhje me drita gji, vajzen e armikut të popullit. Kjo lidhje duhet ndërprere ose shfritezuar per kontrollin e tigj, dhe keshtu filloj logja gjallezore, ata nuk e arrestuan dritan, nuk e zune Gakon ne flagrance. Jo, ata zgjodhen një strategji met e rret, e legjuan dashurine të vëzdonte, por nën me bike kyrgje. Këta kishin diçka per ta perdurur kunder ti kur vinte momenti, Ngjenat e të vjeshtes se vitit një migja e nëntekënd e gjashtet gjete e tëte, di oficere të sigurimit erdhen të këdritta, a gjo ishte vetem. Trokiten ne derepa para lajme ruar, a gjo hapi, ata hine paftise, dhe I thane, e di se ti takohesh me Gako Çako, e di se ajta do, e di se ti do ta lindesh një femigje. Po, një femigje kë askush nuk duhet ta digja, sepse neze kjo dalin në drite, karriera e ti shkaterrohet. Emri it behet skandal. Femigja et du të vuagje pasogjat e emrit tënd per gjithegjetan, por ne mund ta ndihmoqme. Ne mund ta mbajme sekret. Mengje kusht të vetam, ti nuk do ta takohet me tema. Ti nuk do ta shoheshme. Ti nuk do ti tuash as një here femjes kush eshte babaj. Te nëse pjet pse, tu agji se ka vdekur. Tu agji se nuk eshte në gjeri I mire. Tu agji qfare të duash, vetem mos permend emrin e Gako Çakos. Drita nuk ra ne gjungje, por zemra I atau. Agjo donte të lere gjithçka, donte ta ikte nga Shqiperia, por e dinte, nese ikte do ta arrestonin Gakon. Do ta akuzonin si bashkepunetor të armikve. Do ta zhduknin si artist dhe singjeri, prandaj beri zgjedhjen me të dimshme të jetes se sajnë pranoj. Pranoj të mos e shihteme, pranoj të rritë femien vetem, pranoj që dashuria e saj të mbetej sekret deri në var, dhe kur Gako tentoj ta takon të serish, agjo e largoe. E shmangi, I aktu shpinen, sepse kishte vendosur të shpetonte. Edhe neze kjo do të thote të hambiste per gjithmone. Por Gako nuk e din të kete. Ai mendoj se agjo e kishte lene, mendoj se e kishte tradtuar. Mendoj se dashuria e tyre kishte kene iluzion, dhe këgjo mendime rezoe, e teu per brenda, e ktheu në higjet e vetvetes. Dhe pregja saj dite, ai nuk këndoj me zemer, këndoj me dhimgje, me deshperim, me zemerim, por edheme loteke askush nuk I pa, sepse lotet e vertet e rjedhin nga brenda, dhe ato nuk shohen në skene. Por nderkohe, drita e lindi femigjen vetem në ate apartament të vogel, pa mjek. Pandihme. Me doren engje gruagje plake ko erdhiv shehurazi, dhe kur femegja kau per herete pare, agjo buzeke shi dhe kau në gjeko hesisht, sepse ishte diçka me e bukur ke kishte pare në gjete, por edhe me edhimshme. Sepse ai femigje nuk do te njihte kurre babane e vet, nuk do te degjonte kurre zerin e atij burri kë e donte me shume se vetën, nuk do te dinte kurre se ishte gjali I Gako Çakos, artistit me te madke dha Shqiperia, dhe ashtu kaluan vitet. Gako kendoj per ta qret duke kare per vetveten. Drita rriti një femigje duke I tëne gengjeshtra të perdiqme, dhe sigurimin bashti sekretin, jo per humanizem, por per kontrol, sepse sa kohe ka këgjo dashurim beta e fshekte. Gako mbetej rob. Rob I një kontrate kë e shtipit qdo dite të gjetes së tish, por sfare ndodhi me ate femigja. Ate mesoj ndongjehere të verteten. Tia erdhin ndongjehere dita kur Gako tentoj të tente historine e tje, pergjikja në keto pjetje eshte me dhimshme se qdo gengjeshtër koa të gjetuan, në arkivat spitalit kendror të Tiranes, në nrafte plot pluhur të dokumentet të harruara, u gjet një kartele mjekësore ko nuk duhej të eksistonte. Në kete kartele shkruhej nje emër Gako Çako, dhe nje diagnoze ko askush nuk edinte. Ulsere perfundimtare e stomakut, gjaktërdje të brendshme, rrezik per jetën.
Data e diagnozës, të tembedjet e mars, një mija e nentekind e 79, por koncerti I teme I madhishte planifikuar per 20 mars, di dite pas diagnozës ko thoshte, kingjeri nuk duhet taj dale nga shtrati. Mjeku kryesor I kishte shkruar një raport urgjent drejtuar Ministrizes e Kultures, pacienti duhet hospitalizuar me njëhere, qdo shtyrje mund të jete fatale. Por per gjigja ko erdhi nuk ishte ambulance. Ishte një oficer. Një oficer ko ahiri në domen e mjekut patrokitur dhe ta, ju gaboni në diagnoze. Ki njeri eshte I shëndetshëm. Ki njeri do të kendogje. Dhe nëse shkruani ndonjë raport tjetër, ju do të humbisni lejen për të praktikuar. Mjeku në shkroi një version të Rita Karteles I shëndetshëm I afte për punë, por originalin e fshehu në sirtar, dhe atë kartele e gjetën vetëm pas 20 vjetësh. Pse e detyruan një njeri në prag të vdekjes të diltën e skene? Çfarë ishte ake rëndësishme në atë koncert sa I avune në rrezik jetën? Nata e 20 marsit ishte nata e ftohtë, era e forte tunde flamusht e kukko varishin në çdo rrugë të Tiranës. Në Palatin e Kulturës mblidheshin njerëzit e lartë të shtetit. Ishte pervjetor I çlirimit. Të gako duhet të kendonte. Jo per popullin, por per ata ke uleshin në rreshtin e pare, per ata ke vendosnin, per ata ke kontrollonim. Ai u ngrit nga shtrati me ndihmën e dinjërezve. Nuk mund ta ektivete. Dimgja në bark ishte si tike, por nuk mund të ankohet, sepse në makinën ko e priste gjashtë spitalit nuk ishte shofer. Ishte një oficer I sigurimit. Te ai I tha ke 10 minutat e vishesh. Pas 10 minutash, me të veshur apo pa të veshur, do të jesh në skene. Kako u vesh me ndihmën e infermieres. Ajo kanë të heshtur ndersa I ambilte breket ko tani I vinin gjere. A I kishte humbur 30 kilograme në 3 muaje. Por askush nuk e kishte venere, sepse në fotozirtare, a I fotografohaj nga kendeke e benin të duke normal. Në skene, drita vendose keshtuke hijat, të fshihenin dobesine e tijj, të zeri mbulon të gjithçka. Por atë natë, e të zeri ishte në kufi. A I duhet të merte injeksionet himgje para se të dilte. Injeksione këja benin trupin të mpire. Këja zduknin në gjesine e kohes. Këj e benin të levizte si kukull, por këj e mbajnin në kembe, sepse ajo ke kerko hejt pregjtaj nuk ishte atë. Ishte shfaqje e nja njeriu ke duhet të dukej I forte edhe kur ishte duke u shembur. Kur hiri në skene, drita e verboje. Publiku u ngrit në kembe, duar trokitje, prohoritje, flamuq. Aju per pok të buzekeshte. Por buzekesh gja e të ishte si maskeke gati po binte. Filoi të këndonte. Zeri doli. Por nuk ishte me ajzeke njerezit e donin. Ishte zaj tjeshem, zeke dridhet, zeke lufton me dimgjën, të nemesta kenges se dita, a në gjuse por reshkiste, kembet nuk e mbanin, por nuk u rezua. Sepse prapa tijj, të fshehur pas perdes, di njerëz ishin gati. Di njerëz ka kishin urdher, ne se bia, ngrini mengjëherë dhe mbajeni deri në fund të kenges. Nuk legjuhet ke publiku të shohet e rezuar. Atë në të, gako këndoj gjashta kenga. Gjashta kenga këj hoken gjashta muajgjëta, sepse që do në të ishte torture. Cëdo frime margje ishte betëgje, cëdo hap ishte mbigjetese. Te kur mbaroj, a u tërhuk prapa perdes të ra në gjungje. Vjela gjak, në perde të bardhe kë perduresh perde kor, sherbetore të pastrogen shpajt, zevendesuan perden, fshik në gjurmet. Te kur gazetaret erdhen të pjesnin, si eshte shëndeti I artistit. Perg gjigja zirtare ishte, kako qako eshte në forme të shkelkjer. A I këtë henen e shfaqje madheshture per popullin tonë të dëshur, por e verteta ishte gjetter. E verteta ishte se atena të filoj fundi I tijj. Gjo si artist, por si njerike kishte ndëshprese. Por pse e detiruan, sepse ai koncert nuk ishte per art, ishte per imazh. Ishte per të treguar, edhe njerëzit me të se mure sherbajne per shtetin, edhe në prag të vdekjes ata duhet të buzekeshin, duhet të kendonin, duhet të fshihnin dhimbjen të shfakin forse.
Te Gako ishte modeli perfekt për këtë propagande. Ai ishte Zerika nuk mund të thoshte gjo. Zerika nuk mund të ankohej. Zerika duhej të vazhdonte, edhe kur trupi terroriste ndalimi, të keshtu vazhdoj, koncert pas koncerti, injection pas injektoni, rezim pas rezimi, deri në ditë kur trupi i tha, gjome, deri në ditë kur zemra nuk deshite rahte me për një sistem që e traqtoj si mjet. A i dinin shikuesit se qfare po shiheshin. A i dinin se pas asaj Buzekesh gjegje ishte një njeri që vdiste që do dite pak nga pak. Në nxë dhomet e vogel në periferina e Tiranes. Ati ku që do në të erdheshin higjetin gjegjta, drita rinte ullur per balle dritares. A gjo mbante në duar nxë amulet ke Gako ja kishte dhene në takimin e tyre të fundit. Ishte një guri vogel i zi, imbeshqele me fil argjendi. Aja kishte venene dore dhe kishte thene, sa kohe kë e mbajket te, une gjam imbrojshtur. Mbagje ti, sepse ti gje ajo kë me mban gjalle. Drita nuk e kishte hekur kurre. Edhe kur oficeret i thane te harron të Gakon, ajo e mbante atë amulet fshehur nën bluza. Edhe kur gjetonte në frike, e prekte per të gjetur force. Por një mbrem teftohte të gjanarit, një me gja e nën të kind e 73, dikush trokitin e dere. Ajo hapi. Ishte një grua plake me shami të zeze. Grua gjata, unë gjam nena e Gakos, te kam ardhur të kerkoj diçka. Ajo ke Gako gjatë halane besim, atë amulet, sepse ai po vdes. Te pa atë amulet, ai nuk do të mbagje me. Drita e shikoj nesi. Nuk e kishte pare kurre në nene Gakos, por nësi të e saj pa të njajtën dimgje kanë gjentëve te. Ajo i ada amuletin, pa fjale, me lot, me dore të dridur. Dhe gruagja e mori dhe u largua në erresire. Por kur drita mbili deren, diçka theu brenda saj. Sepse e kuptoj. Nese nëna kishte ardhur per amuletin, kjo du të thote se ai vertet ishte ne prag të fundit. Du të thote se qdo dita mund të ishte e fundit. Te drita nuk mund të shehte. Nuk mund të prekte. Nuk mund të thoshte gjam ketu. Une ende të dua. Ende me ndosh per të qdo nate. Por historia e amuletit nuk mbaroj ati. Sepse kur nena e Gakos i aqoj amuletin në spital, ai e mori në dore dhe Buzekeshi. E puti. E mbajti në gjoks. Dhe i thanenez, tani mund të pushoj, tani mund të mos luftojme. Sepse ajo keme mbante gjalle ishte shpresa se një ditje do të shihgja driten serish. Por nese ajo e dha amuletin, du të thote se ka hekur dore. Du të thote se ka vendosur të me harroje, dhe nese ajo me harron, atëhere per qfare po luftoj, nena tentoj të skaronte. Tentoj të thoshte se drita e dha sepse donte të shpetonte. Por Gako nuk e dëgjoj. Ai kishte vendosur. Kishte vendosur se historia e tij kishte mbaruar. 3 dite pas kësaj. Ne fillim ta shkurtit, Gako kërkoj të kohej me një eksorcist. Po, një eksorcist. Një njeri që vinte fshehtas në spitale per të ndihmuar, ata që besonin se ishin nën Malkim. Ki njeri erdhi naten. Ull prane shtratit të Gakos dhe pajeti. Qfare të mundon? Gako i tha. Ane kam gjetuar në Malkim. Malkim ko me vuri një sistem ke nuk me legjoj të gjemnjeri. Ko me vodhi dashurine. Ko me vodhi gjetan. Ko me beri të këndoj edhe kur shpirti im donte të vdiste. Dhe tani, në fundin e rrugës, ndihem se diçka me njek. Diçka e erret. Diçka ke nuk me le të pushoj. Mund të ma hekesh këtë mal. Eksorcisti e shikoj me dhembshuri. Në kësorin gjë liber të avgjeter. Filloj të lekson të lutje. Lutje kës kishin fend në një sistem ateist. Lutje kë, po te dhe gjoheqen, do të silnin ndjeshkim. Por ai nuk undal, te Gako e dhe gjojt sto fjale me simbilur. Te per një moment, ndjeu pake. Por kjo pake zgjati vetem aksa zgjati lutja. Sepse kur buri u largua, e resira u kthje. Resira kë nuk vinte nga gjashte, por nga brenda. Nga vete digja se gjeta e tij ishte një gengjeshtere madhe, se dashuria e tij u vod, se femigja i tij nuk e ngjihte, se emri i tij do të mbete i perdurur si propagande edhe pas pëtëkshes. Por gjashte dite me vone, në domen ku Gako po vdiste, ndodhi diçka që askush nuk e priste. Erdhi një grua e re. Ajo nuk ishte infermiere, nuk ishte meke.
Ajo ishte dërguar nga drita, sepse drita kishte marrë lagjmin nga ko po vdiset. Dhe nuk kishte mundur te këndronte me larg. Kishte shkruar ngjel letër. Ngjel letër ke I adha kesaq gruagje per t'i adorezuar. Dhe kur gruagja I adha letren, nga ko e hapi me duarte dridhuara. Leksoj. Kau. Dhe ne fundha, thuagji asaj e falenderoj keme da shprese edhe ne minuten e fundit. Por thuagji edhe mos vigje ketu, sepse nese vgjen du ta arrestojne. Dhe nuk dua ko agju të vuagja me shume per shkakun tim. Letra nuk u ruajt. U dogjne kabinetin I spitalit nga vetega kogja, sepse ai nuk donte ke askush ta gjente. Nuk donte ke emri I drites te perdore kunder saj, nuk donte ke dashuria, e tyre te behej skandal pas vdekjes së ti. Por ato fjale ke shkroj dritan beten të gdhendura në shpirtin e ti. Ato fjale toshin, ti e burri metrim s'ko kam njohur, sepse ke gjetuar duke mos kene ilire, por duke mos legjuar ke tevdesin e ndrate tua, ke kenduar edhe kurta kane tjerë, ke dashuruar edhe kurta kane ndaluar, te ke mbajtur din gjitetin edhe kurta kane traqtuar si skallav. Te perkete, une do te dua derine diten time te fundit, te keshtu ga ko pushoj se luftuari, pushoj se kendruari, pushoj se shpresuari, sepse kishte marre ate ke kishte nevogje, falenderimin e ngjeriut ke donte. Dhe gjo ishte me shume se qdo medalgje kë javunen e gjoks, me shume se qdo duar trokitje kë mori neskene, me shume se qdo titull kë jadhane per propagande. Por pjet që mbetet, qfare ndodi me driten pas vdekjes se gakos, aja tregoj ndonjë herë gjallit të verteten. Te qfare beri amuleti ke u këtjeti a gju pas një viti, imbesh gjelle në një zarftezi. Në fillim të magjit, një migje I nën kinde 73, qako u riktje në shtepi per heret e fundit, gjo nga spitali. Por nga nje institucion gjeter, nje vend kë askush nuk edinte se eksistonte. Një klinike private kë sherbente vetem per eliten e partise. Nje vend ku trajtoheshin ata kë nuk duhet ta shihen duke vuajtur në publik. A I usal me autoambulance ne oret e hershmet të mengjesit, rruget ishin të zbrazura, nuk kishte gazetare, nuk kishte kamera, nuk kishte as një gjurme zirtare se ai po vdiste, sepse per shtetin, Gako Qako ende ishte artist në aktivitet, ende ishte zeri I kombit, ende ishte burri kje duhej te dukej I forte, te njeri I forte nuk vdes në shtrat spitali, ai vdes në heshtje, në erresire, në izolim, doma ku e vendosen ishte doma e ti e femigjerise. Shtrati njajte ku kishte fjetur si gjale, dritaret kë shikonin nga periferia e kytetit, murete prarrosura, odagja e vogel ke tani dukej si burg, nena e tij e rriti krevatin, vendosi gjaste këte bute, billi perdet perte mos hire djelli kë e demtonte, te ull pranetish pa folur, sepse qfare mund të thoshte. Qfare ngushelimi mund të gjepte per një ngjeri ke vuajti me shume se qdoj burgosur, një ngjeri ke gjetui lire ne pamgje, por I lidhur me zingshire të padukshem. Gjavet e fundit të gjetejs se gakos nuk ishin plot muzike, ishin plot heshtje. Heshtje kwe tjegj vetem nga zeri I ti I dobet kur kerkonte uja, kur kerkonte dimbje te lehte sohaj, kur kerkonte te degjonte disa nga kenget e taj kë kishte kenduar dikur me shpajrt, nëna e tij vendoste kazita te vjetra në magnetofon, de Gako degjonte veten e taj të rinize, ateze të forte, ateze plot gjete, ateze kë tani tingellonte si kujtim nga nje botet gjeter, de kur kengam baronte, a imbilte sytede lotet I rjedhnin paze. Sepse e kujtonte kohen kur kendonte pafrike, kur besonte se muzika mund te ndryshonte boten, kur shpresonte se dashuria do te fitonte mbi sistemin, por e gjithë kjo ishte iluzion, sepse sistemi fitoi. Sistemi ktheu, sistemi I amori gjithçka, por gjok gjithçka ishte humbur, sepse në ngjenga ato ditët e fundit, erdhi ngjeri ke Gako nuk e priste, erdhi vellaj I tij, ai ke ishte dërguar në fshat si ndeshkim per lidhjet e Gakos, vellaj hirin e dhome, u ullne skadgjin e krevatit, dhe ta dua te dish diçka, e kam takuar gjallin të hand, Gako hapi si tek gjera, nuk kishte forse te fliste,
por vella I vazhdoi, drita më sollit e une. Ta këtë mos ta dish. Por une mendoj se duhet ta dish. Gjali ishte I mensur. Shta I forte. Ingjan ty. Por ai nuk e di kush gjë. Të ndoshta ishte mire e keshtu. Sepse po ta dinte, du të vuante edheaj. Du të mbante pesha e emrit kë sistemi e kamalkuar. Gako nuk foli, por kapi dorën e vellet dhe ishte rengoj, ishte falenderim, ishte dimgje, ishte lehtesim. Sepse edhepse nuk e kishte takuar kurre gjallin e tij, tani e dinte ke ai ekzistonte gjosi sekret, por si realitet. Ekzistonte si gjete ke vazhdonte edhe pas tij. Ekzistonte si shprese kë diçka e mire mund të linde, edhe nga këgjo tragedi. Por 4 dita me vone, në mengjesin në gjembedhjet e magjit, Gako Cako pushoj se frime marrur. Nuk ishte në spital. Nuk ishte me mjeke. Ishte vetëm me nënen I tigjte me amuletin ke mbante në dore. Amuleti ke drita ja kishte dhene. Amuleti ke ishte simbol I dashurise se tyre të ndaluar. Te kur frime margja e fundit under pre, nena e tij e puti në balle dhe tani gje I lire, biri im. Tani nuk ka me kontrata. Nuk ka me sigurimi. Nuk ka me dhimgje. Tani mund të pushosh. Por edhe pas vdekjes, shteti nuk e la takete. Sepse lagmi I vdekjes nuk u be publik me njëhere. Kaluan didita. Didita ku trupi I Gakos mbajt në shtepi pas u regjistruar zyrtarisht. Pse? Sepse ata ke vendosnin duhej të përgatiteshin për të kontroluar narrativa. Duhej të shkruanin verzionin zyrtar. Duhej të fshinin që do gjurme të asaj këvertet kishte ndodhur. Te kur lagmi doli me ne fand në gazete, shkruante vetëm kak. Gako Cako, artisti I popullit, kanë deruar jetë pas një semungjeje të shkurter. Ai do të ambetet në zemrat tona për gjithmone. Por për shkakun e semungjes, asgje. Per vuajtjet, asgje. Per kufizimin, asgje. Vetëm një propagande boshekë e beri edhe vdekjen e tje pjese të makines. Të keshtu, një nga zerat me të medhenj të shkiperi se u shua, gjo me lavdi, por me heshtje, gjo me nderi me të verteta, por me fjalet të zbrazeta. Dhe shumika e atyre kë e duar trokiten nuk e dinin kurre se per qfare vuajti, se qfare sakrifikoj, se sa shume humbi per te ken duar perta. Por qfare ndodhi me driten, a erdhi në funeral, te qfare beri gjali I tyre kur u rrit te mesoj të verteten. Në sirtaret e vgjeter të sigurimit, midis mikut të frikës, u gjet një doshje me vule të kuke. Në këtë do që ishte një kontrateke askush nuk e kishte pare kure, kontrataka e këteu zerin me të dashur të kombit në rob të pushtetit. Gako Cako, gjeri u ke beri të kante një popultet e remezerin e tae, nuk ishte I lire. A I ishte I lidhur me një dokument ko I andalonte të dashurin, I andalonte të keshurin, I andalonte edhe të drejten për të ankuar. Në këtë kontrate këndronte një klauzule e fshehur, nëse refuzonte të këndonte ku I toshin, familja I tij do të paguante. Gjo me para, me liri, me gjete. Kush e detiroj këtë bure të shiste shpirtin për të kënduar? Cfare fshehej pas atij dokumenti kënen shkroj me duar të drituara. Sot, per herët e pare, do të zbuloj me malkimin kë I avodhigjetëm. Në një apartament të vogel në lagjen e vgjeter të Tiranes, ku muret ishin të hollesi letër dhe qëto fjale dëgjo hajtë fkëngjet, gjetonte një grua kë per 20 vjet nuk kishte folor. Gjo sepse nuk kishte qfare të thoshte, por sepse qëto fjale mund të hasil të vdekgje. Kjo grua ku hejlule. Ajo kishte këne pastruese, ne palatin e kultures, ajo ke fshinte dishemete pas qëdu të koncerti, ajo ke mbled të shishet e zbrazeta dhe cigareat e shtipa nga dhoma e artisteve. Ajo ke askush nuk e vintere sepse per ta ishte thjesht një higje kë leviste me fshese në dore. Por lule kishte pare gjithska. Kishte pare atë kë publiku nuk duhaj të shihte kurre. Të sot, pas 20 vjetesh heshqe, ajo vendosi të flese. Sepse ata kë e kersenuan kanë e vdekur. Sepse sistemi kë e frikësoj ishte rrezuar, të sepse e verteta nuk mund të ambetet e varrosur per gjithmone. Ajo u lisyta dhe filloj të tregogja, une e pastrogja gjakun e Gakos që donate. Gjak kë a vigjelte pas skenes. Gjak kë fshihej me perde. Gjak kë askush nuk duhej të dinte. Por une e digja.
sepse una isha agjo ka e fshninte per para se të vinin gazetaret. Ishte fundi i ngjemja në tek inde 7-10, Gako sapo kishte mbaruar një koncert madheshtor. Publiku e kishte duar trokitur per 10 minuta pa pushim. Por kur u kthye prapas skenes, ajra pertuke, Lule ishte ati. Agjo po pastronte një korridorin ngjittur. E pa duke u rrezuar. E pa duke mbajtur barkun me duart si të tentonte ta mbante diçka brenda ke po dilte gjashte. Dhe pastaj e pa duke vgjelle. Vjellet e kuke. Vjelle me gjak të ngrohte kë u perhap në dishhe me siliken i vogël. Agjo deshi të bertiste. Desh të therriste ndihme. Por një dore e forte e xuri per supe. Ishte një oficer i sigurimit. Ai i tha, ti nuk pe asgjë. Ti nuk ishe ketu. Të nese flet, do të përfundosh në një vend ku askush nuk degjon britmat. Lule u largua. Shkoj në depo ku mbante fursat. Ka u heshtur. Dhe pasta që kthie me ujë dhe detergjent. Pastroj gjakun. Pastroj çdo pike. Pastroj edhe kepuqet e Gakoska ishin mbushur me tekuke. Dhe kur mbaroi, erdhi perseri oficeri. I dha një zarf me para. Para ke agjo nuk i donte por ke u detirua ti merte. Sepse refuzimi do të thoshte dishim. Dhe dishimi do të thoshte hetim. Dhe hetimi do të thoshte fund. Prandaj mori para te. Dhe premtoj heshqe. Heshqe ku e zgjati 20 vjet. Por në ta kemese shumti e honton Lulen nuk ishte agjo. Ishte njenat e qëther. Njenat e kur agjo po pastron të dhomen e Gakos dhe gjeti diçka, ke nuk duheta eksistonte. Një letër të fshehur pas paskires. Një letër ku e Gako kishte shkruar, por ke nuk e kishte dërguar kurre. Lule e leksoj. Nuk duhaj. Por e leksoj. Te agjo ka leksoa e ndryshoj gjithën për gjithmone. Letra fillon të kështu, nese dikush po lekson kette, du të thote se une nuk gjetoj me, du të thote se ata fituan, du të thote se une nuk pata force të vazhdoj, por dua kë dikush të digja të vertetan ku ata po e fshehin. Une nuk vdika nga se mundja, une po vritem nga sistemi, që do dite pak nga pak, që do koncert eshte torture, që do buzekesh që eshte gengjeshter. Të gjalli im koje nuk e njeh fytyren tim, ai eshte arshe gjapse ende marë frime. Por edhe këgjo arshe po me braktis sepse nuk mund të shikoj, nuk mund të prek, nuk mund të gjem babaj i tij. Të nje burre kë nuk mund të gjete baba, cfare eshte ai. Lule e mbylli letren. Dridhej. E vendosi serish pas paskires. Te u largua pa folur. Por atenate nuk fjete, sepse tani e dinte kë Gako nuk ishte thjesht artist i semure. Ishte viktime. Viktime e nje makine ku e perdori derisa utje, ku e shtipi derisa u shua, ku e ndaloj të gjetoja edhe kur ende ekte. Dhe pjetja ku e mundon Lulen edhe sot eshte, pse nuk fola, pse nuk i tregova dikujt, pse e lashe të vdiste duke ditur kë po vuante, per gjigja eshte e thjeshta dhe e të mershme njekohesisht. Sepse frika eshte me e forte së ndjerg gjegja. Sepse dëshira per të gjetuar e mposht dëshiren per të beri të drajten. Sepse sistemi e kishte mesuar kë heshtja eshte mbigjetese. Të Lule zgjodi të mbigjetugje. Por cëmimi i kesaj mbigjetese ishte fagjikë e ndoki qdo dita. Fagjikë tani, ne plekeri, nuk e le të pushogje. Fagjikë e ben të thote, une isha dëshmitare e nje krimi. Dhe duke heshtur, u bera bashke fagjese. Por Lule nuk ishte e vetmja. Sepse ne atë kohe, ne atë sistem, shume ishin dëshmitare, shume pane, shume deg gjuan, por shume heshtan, sepse heshtja ishte çmimi i gjettes. Të gjeta edhe emgjere, ishte me e vlefshme se e vertëta. A mund të fagjesohet Lule per heshtjen e saj, apo agjoveta ishte viktime, e se njëjtës makine këvrau Gakon, ishte një mbremgje pranvere në fillim të vitiveshta të gjeta, që mbremgje kë Gako nuk e harron kurre, sepse atë mbremgje a i mesoj se edhe njeriu me i afert mund të shitet, edhe zemra me e besueshme mund të këte çmim, edhe dëshamiri me i sinkerte mund të këtehet ne armik kur ne trajeze vihen para. Gako ishte ftuar në një darke private, një darke ku ishin vetem pese njerez, katër prej tyre ishin zyrtare të larte, të njeri ishte Petrit, miku me i ngushta i Gakos, burime të cilin kishte rritur.
burri me të cilin kishte ndare çdo sekret, burri të cilit I kishte treguar edhe për dritën kur askush tjetër nuk duhej ta dinte. Atë, Petrit u ngrit nga tryeza, doli jashtë për të pire uje. Por kur u kthye, diçka kishte ndryshuar në sitej e tij. Diçka e ftohtë, diçka e larget, diçka që Gako nuk e kuptoi menjëherë por që e ngjeu si dritje në kurriz. Pas darkës, ndërsa të qeret penin konjak të keshnin meze të lartë, Petrit I afrohej Gakos dhe peshperiti, duhet të them diçka. Gjashta, vetëm ne, Gako shkoi me të, dolen ne o borrin e erret të viles. Petrit e shikoj nësit heta, me fal, por nuk kam zgjedhje, ata dine per driten, dine per gjallin, dine gjithçka, dhe me kërkuan të konfirmoj. Nëse nuk e begja, do të me denonin edhe mua, do të me mernin punan, do të me dergonin larg. Kështu kë, une u tashe të vertëten, u tashe se ti e takon driten, se keni femigja, se gjë duke gjetuar një gjëtë të difishta, dhe ata me falenderuan. Me dane para, me premtuan avancim, dhe une I mora para te. Pranoja pozicionin, dhe te trattova, Gako mbeti në heshqe. Nuk bertiti, nuk goditi, nuk kau. Vetem e shikoj atë burre kë dikure quante vella. Atë burre kë tani ishte bere Juda, dhe pastajta sa ishin parate, sa kushton një mik, sa kushton besimi I 20 vjeteve. Petrit u likoken, nuk u pergjigj, por Gako e dinte, sepse e kishte pare në syta e tij, e kishte pare turpin e perzjer me lehtesimin, sepse Petrit ishte shpetuar, por me smimin e shpirtit të tij, kë atë natë, Gako nuk I foli me Petritit, por Petrit vazhdoj të gjetogje, vazhdoj të punogje, vazhdoj të avankogje, ube drejtor, ube njeri me ndikim, ube pjese e asaj makine kë kishte shtipur Gakon. Te askush nuk e dinte se si ia kishte filluar. Askush nuk e dinte se rruga e tij drejt pushtetit ishte ndertuar mbi tradhtine e ngjë miku. Por Gako e dinto. Tek gjo digje e hengri per brenda qtudite. Sepse digja ka edheata ka I don mund të shesin eshten der dhimgjet me të tela këngjen qëri mund të pergjetogje. Por historia nuk mbaroi ati. Sepse divjet me vone, kur Gako ishte në prag të vdekjes, Petrit tentoj të takonte. Erdhin e shtepina e ti, trokitin e dere. Kerkoj falje, kerkoj të shihte per here të fundit, por nena e Gakos imbylli deren në fytyre. Ita, ti skevend ketu. Ti vrave djalin tim per para se trupi I ti të vdiste. Ti I preve shprezen kur a I kishte nevoja per mbeshtetje. Dhe tani vjen të kerkosh falje. Shko, dhe mos ukte me kurre. Sepse edhe ne var, gjali im nuk të fal. Petrit u largua, por gjone heshqe, sepse kur po dilte nga lagja, një grua e ndalue. Ishte drita. A gjo e kishte pare. A gjo ke kishte gjetuar fshehur per vite. A gjo ke kishte hambur dashurine e gjetës per shkak të tradhtise se Petritit. A gjo e shikoj nesit ta, ti mendon se kerkesa e falgjes të pastron. Mendon se pendimit të shpeton nga a gjo ke bed. Gjo, sepse fagji nuk lahet me lot. Fagji lahet me refim. Me guksim të dalesht hite tuash të vertete. Por tiske guksim, kur reske pasur. Te prandash du të gjetosh me kete peshe deri në fund. Du të gjetosh duke ditur se per disa me gjera lekët hengje karrige zirë të re, shitën njeri kjo të beson të Petrit nuk u pergjigje. Vetem shkoj me koke ullur, me shpatullat e ullura, me shpirt të kopetuar nga turpi. Te koj atë here askush nuk I pa mene atë lagje. Ike, në draj shoj kujtet, tentuaj të fillun të nga e para, por e kaluara nuk harrohet, sidomos kur e kaluara ka e merë. Ka fitire, ka gjak në duar. Dhe keshtu mbetit pjetë gjake në gjik, qfare ndod me tradhtarit kur tek gjithheke mund t'i falin ka ne vdekur. Qfare mbetit nga nxengjeri ke shiti shpirtin per karriere. Dhe si duhet shokeria të trashtogje ata ke zgjoden heshqen kur e vertit a kerkon të ze. Pas 25 vjetesh heshqe, Gjë grua me floket e t'hingjur dhe si plot trishtim u ull per bale kameres. Gjo grua ishte drita. Grua gjakë per dekada ishte fshehur. Grua gjakë per dekada ishte konsideruar si fantazme. Grua gjakë shume e kwanin shpikqe. Por sot ha gjudoli në drite.
gjo per fame, gjo per para, por sepse e vërteta nuk mund të vdese bashke me ata që e gjetuan. E vërteta duhet treguar, edhe kur demb, edhe kur trondit, edhe kur renon legjenda. Ajo filloaj të flase me zete ulet por të këndryshem, une gjam grua gjake ga kocako e deshi me shumë mesazhet e tij. Une gjam nena e gjallit këj nuk e pakurre. Te une gjam ajo këj u detyrua të heshte per të mbrojtur atë, por tani heshtja kam baruar, sepse kam një version që të erte asajnë atë. Në të skura e vdik, të ki version nuk eshte ne as një dokument zyrtar. Dhoma u mbush me heshtje. Gazetaret e shikonin me fremete ndërprere. Kamera vazhdon të kshirogje. Të drita vazhdoj. Natën e dëgjete Majid Nevitin, gjemi gjenën të këndeshtate dëgjete e 3, une moran gjetë telefonate. Një ze mashkullor ke nuk u prezantuata. Neze doni të shihni per heret e fundit, e gjani tani. Sepse nuk ka me shumë e kohe. Une lashek gjithë qka. Mora gjallin me vete. Shkova ne atë shtëpi ku ai po vdiste. Por kur arrita, tere ne kisha të mbilur. Trokita. Askush nuk hapi. Trokita perseri. Askgje. Te pastaj dëgjova një zen nga brenda, largohu. Ai nuk du të shohe. Ai nuk du këti të shohesh kështu. Te nese nuk shkon, do të arrestojme per shkelgje të këtezise publike, por une nuk shkova, ula para deres. Kava. Gjalli im me pjeti, kush eshte ai këpëvdesati, te une u detyrova ti gengje gjaserish. Titem, askush i rendezishem. Vetëm një njeri i semure. Por e vërteta eshte se brenda asaj shtepje ndodhte diçka ko askush nuk duhej ta dinte. Gako nuk ishte vetëm me nenen e tij, ishin edhe di ofisere. Di ofisere kë kendronin atje per të siguruar kë ai te mos fliste. Këne momentet e fundit të gjetez të mos bente gabimin e fundit, të teriste emrin tim, të kërkonte të me shihte, të refente të vërtetën per gjallin kë kishte. Sepse neze kjo du të dilje, du të ishte skandal, du të shkatëronte imazhin e artistit perfekt, du të tregonte ku ai kishte gjetuar një gjeta të difishta, të sistemi nuk legjon të ko ikonat e ti të kishin një gjolla. Drita ndaloj per një moment, mori frime, të pastaj vazhdoj me zeme të forta, di dita pas vdekjes së taj në shtapin e ti më erdhi një njeri. Një njeri me kostum tezi dhe valikshe në dore. Ajta, gjam derguar të të jap diçka që gako don të këti ta kesh, por ka një kusht. Nuk duhet të flasesh kurre per këte. Nuk duhet të tregosh askojt. Nuk duhet të perdoresh kunder shtetit. Nëse prano, merre këte. Nëse refuzon, du të hetohet per lidje me armikta e populit. Une nuk pata zgjedje. Pranova. Ai hapi valiksen. Brenda ishte një zarf i barde. Brenda zarfit ishte një letër. Letra e fundit që gako kishte shkruar. Të ne atë letër ai tregon të gjithçka. Tregon të per dunen. Tregon të per kontraten. Tregon të per trattine e petritit. Tregon të per femigjen kë nuk e pakurre. Të ne fund shkruante. Neze dikush po lekson kete, du të thote kë une kam vdekur. Të dua kë botat a digja, une nuk vdika nga se mundja. Une u vrua nga sistemi kë me detyroa të gjepgja shpirtin per një skene kë nuk me perkiste me, drita e mbilli historine. Fshulotet. Dhe pastaj ta, une e mbajshtë atë letër të fshehte per 20 episevjet. Sepse kish Afrika. Sepse dogja të mbrogja gjallin. Sepse nuk dogja ko emri i gakos të perdorej per propagande e të pas vdekjes. Por tani sistemi ka rene. Tani njerëzit keme kershe nuan gjane plakur ose kane vdekur. Te tani eshte koha ko e vërtet të dëgjohet. Sepse gako Çako nuk ishte thjesht artist, ai ishte rob inje makine ka e teu, ka e perduri, ka e hodhi kur nuk kishte me vlere. De ne si komb duhet ta pranojme, ne Eduard Trokitem teksa ai vdiste, ne e lartësuam teksa ai vuante, ne e kuashtem hero teksa ai ishte viktime. Intervista mbaroe, por reagimet sapo kishin filluar, sepse per hereta pari, një grua që ishte konsideruar thjesht perralle kishte dale ne publik. Per hereta pare, ajo kishte treguar një version që rezonte të gjithë narrative zyrtare. Per hereta pare, shikuesit e kuptuan,
Ata nuk kishin dashuruar një artist të lire, kishin dashuruar një skalav keluan të rol, dhe kjo të verte të ishteme, e dimshme se çdo gengjeshtër ke kishin gjetuar. Pora ishte kjo fundi I historise. A ishte kjo momenti kur e verte ta me ne fund fitoi? Apo kishte edhe me shume sekrete kue prisnin ta zbuloheshin? Çfarë ndodhi me gjallin e Gakos kur mesoj kush ishte babai I tij? Te çfarë përmban letra kue drita e mbajti fshehur për ngjezet e 5 vjet? Në një banke në kënder të Tiranes, në një arkiv të mbrojtur me djerë metalike dhe kode kue ndryshonin çdo gjave, ekzistonte një logari kue në dokumentet zyrtare nuk figuronte. Kjo logari ishte hapur në emër të Gakoçakos në vitin 1968. Një logari ku dërdheshin të gjitha të ardurat nga koncerti, nga shitgjet e plakave, nga çdo shfaqje kue ai bente. Por në vitin 1984, gjavit pas vdekjes së Gakos, kur familja tentoi të aksesonte këtë logari, zbuloi diçka që I ngriu gjakun. Logaria ishte bosh. Çdo lek ishte zhdukur. Çdo kursi që Gako kishte fituar me gjerse dhe dhimbje ishte larguar pak gjurme. Nena e tij shkoi në banke me dokumentet në dore, dokumentet ko vertetonin se gjalli I saj kishte pasur atinje shume ke mjafton të per tablere një shtepi. Por per gjigja ke mori ishte eftohte si mermeri, logaria ishte mbelur si pasur dritt të vete titularit. Para gjane tërhekur në vitin 1970 në nënshkrimi ishte I vertetuar. Çështja ishte e mbyllur, por nëna e Gakos e dinte. Gjalli I saj në vitin 1970 mezi jekte, mezi shkruante, mezi mbante penën në dore. Si mund të kishte nënshkruar dokumentin per tërhek që parash, si mund të kishte shkuar në banke kur ishte I shtrire në shtrat. A gjo kërkoj të shihte dokumentin, por u refuzua. Kërkoj të fliste me drejtorin, por u largua nga rogja. Kërkoj të bente ankese, por ankesat e saj nuk arriten askund, sepse sistemi I kishte mbyllur të gjitha djert, I kishte fshire të gjitha gjurmet, I kishte zhbere të gjitha mundesit e per të zbuluar të ferteten. Por një grua nuk u dorezua. Kjo grua Kwej Valbona. A gjo ishte kontabiliste në Ministrinë e Kulturës, a gjo ka e mbante shenimet per çdo artist, të ngjedita, ndersa rishikon të doshjet e vjetra, gjetinje flete urdherke nuk kishte firme zyrtare. Ishte vetem një shenim me shkrim dore, të gjitha të ardurat e Gakoçakos të transferohen në fondin special të shtetit për nevoja emergjente. Asnjë pjesë të mos I jepet familjes. Kjo urdhërese nuk kishte date, nuk kishte vule, nuk kishte asgjë këta bente legale, por ishte zbatuar, sepse askush nuk guksonte të peste, askush nuk guksonte të refuzonte, sepse urdhrat ka vinin pa firme ishin me të frikshem se ato me firme, sepse ato tregonin se vinin nga nivele të larta, se as emrat nuk guksonin të shkruheshin. Valbona e kopgjoi atë dokument fshetas, e fsheu në santen e saq, e coj në shtepide e ruashti në një vend ku askush nuk do ta gjente, sepse e dinte, nëse zbulohesh do të paguante me punen, me lirine, ndoshta edhe me gjeten. Por ajo vendosi se një ditë do të nksirte në drita. Një ditë kur nuk do ta kishte me Afrika. Një ditë kur sistemi ka e kishte mbrojtur këta krim do ta kishte rena. Te ajo ditë ardhi në vitin 1991, kur regjimi u rrezua, Valbona doli në publik. Tregoi dokumentin. Të kërkoj hetim. Hetim kë zbuloi se para te e Gakos ishin perdurur per të financuar vila luksi per zyrtare të larte. Per të blere makina të shtrençta. Per të paguar udhëhetime private gjashtë shtetit. Per të mbushur shepat e atyre kë urdhëruan heshgjen e tij, por historia nuk mbaroi aty, sepse kur hetimi po afrohegjte emrat e vertete, ai undal papritmas. Arshegja zyrtare ishte, mungese deshmish, por e verteta ishte gjeter, e verteta ishte se shumë e pregj atyre kë kishin vgjedhur para te e Gakos ende kishin pushtet, ende kishin ndikime, ende mund te telefononit e te urdhëronin kë dozgja te mbyllëj. Të kështu u mbyll, pa drejtësi, pa ndeshkim, paktim të asnjë leku të familja ke vuajti.
Por çfarë beri familja kur mesoj kete? A ju dorezuan apo vazhduan të luftonin? Dhe kush ishte burri kë nënshkroj atë urdher pa firme? Ishte në gjembremgje vjeshtë në vitin 1998. Në një restorant të vogël në periferinë e Tiranes, ku dritat ishin ta zbetet e muzika luante ake ulet sa mezi deg gjohaj, u linje burre me si te lodhur dhe duar ke dridheshin, ki burre kuhej mark, a i kishte kene producent muzikor në vitet 70. A i ke organizonte koncertet e gakos, a i ke me rej me shto detaj. A i ke duhte ta siguro hej kë s'do shfak që ta shkonte si pas planit. Por atë e mbremgje, a i kishte ardhur per ta treguar diçka ke askush nuk edinte. Diçka ka e kishte mbashtur sekret per 25 vjet, sepse frika e kishte zoteruar, por tani frika ishte zëvendësuar nga pendimi. Pendim ko nuk e linte të fliste naten, a i fillohet të flase mezët të ulet, 3 ore per para koncertit të fundit të gakos, në të momenti me hirin njeri. Njeri kë nuk e kisha pare kurre me pare, a i vuri një zarf në Trieze, një zarf të zi të vullosur me dile të kuk. Dhe tha, brenda këti zarfi eshte një urdher kë nuk duhet diskutuar, urdher kë nuk duhet refuzuar, urdher kë do të zbatohet sot. Une hapa zarfin me duar të dridhuara. Brenda ishte një letër e shkruar me makine shkrimi. Shkruante, gako cako do të takohet sot me një person pas koncertit. Ki takim nuk duhet regjistruar në as një dokument. Askush nuk duhet të digje per këtë. Detira gjuaj eshte të siguroni kë rajtë mbetet vetëm në domen e të per 30 minuta. Askush nuk duhet të hajgja. Askush nuk duhet të trokaze. Dhe qfare do këtë dëgjoni, mos ndërhini? Mark undal, mori ugje. Dhe pastaj vazdoj, unë e pjetas kush du të takoje? Per qfare? Per se duhet të gjem unë e ke siguron kete, por burri thjesht me shikoj me si të eftote dhe ta. Gju nuk pjetni, gju vetëm zbatoni. Të nëse refuzoni, kariera juaj përfundon sot. Familja juaj do të vuajë paso gjatë. Dhe emri gjuaj do të fshihet nga qdo dokument zirtar. Keshtu ke zgjidhni 30 minuta heshqe ose një gjete vuajqe. Unë zgjodha heshqen, dhe kjo zgjedhje me honton qdo dite ke gjetoj. A i vazhdoj të tregogje, koncertin baroe. Ga ko u këtje në dhomen e tijgjë, unë u sigurova ko të gjithë të largoheshin, mbillu deren nga 6, të këndrova në korridorin ngjitur. Pas 5 minutash, të gjova zera. Zera ko ngriheshin, zera kë kersenoni, zera ko bertiznin, dhe pastaj një tjetër, zeri i gakos. A i thoshte, jo nuk e baje, nuk e nënshkruaje, nuk pranoje, me vrisni nezedoni, por nuk e baj kete. Dhe atëhere dëgjova një goditje të renda, si ditska kera në dysheme, pastaj heshtje këzgjati 10 minuta. Dhe mene fëndera u hap, doli burri kë kishte ardhur të une me heret. A i tha vetëm 3 fjale, eshte krier. Shko, te i kupa u këtjer. Une hira në dome me zemër kë me rahte si daulle. Gako ishte ullur në koltuk, fytyra e zbehur, kembet e dridhuara, duart më mbik gjungje. Të ne dore e mbante një letër të revuar. Une e pjeta, gjeni mire? Cfare ndodhi, por ai nuk me pergjikq. Vetëm me shikoj me si plot lot dhe ta, me kane marre e di atë ke mendogja se nuk mund ta me mernin. Me kane marre shpresen, dhe kur njeri humbet shpresen, qfare i mbetet, une nuk e kuptova atëhere. Por tani e kuptoje, sepse letra kë a imbante ishte një dokument ku sherbetoret social i kishin hekurte drajten të shih të gjallin e tijgjë, i a kishin ndaluar qdo mundesi per të atakuar, i a kishin fshire qdo shprese këngje dite do te mund t'i thoshte, une gjëm babajit, markëmbilli se ta, fshiu lotet, dhe ta, pas asajnate, gako nuk ishte me i ngjejti. Diçka kishte tjerë brenda tëgjë, diçka ka nuk mund të riparoheq. A i vazdoj të kendonte, vazdoj të dilte në skene, por ishte si fantazme, si kukull pa shpirt, si zepa zemer. Dhe 3 muaj me vone, a i vdik, gjonga se mundja, por nga dhimgja. Dhimgja e nje burrike i morën gjithçka dhe pastaj i thane, vazdo te buzekëshesh, vazdo të kendosh. Vazdo të gjëpesh shpreset të gjereve ndersa të vete gjëbosh.
Por kush ishte burri kë erdhi atenate? Kush ishte ai kë detiroi gakon të nënshkruante atë dokument? Dhe çfarë përmbanin të vërtet e ato letra që ja morën shpresën e fundit? Në pranvera e vitit 2007. Agron, gjale i Gakos që kishte gjetuar 36 vjet pa ditur të vërteten, mori një telefonate nga një numër i panjohur. Zeri ne anën qëtërta, duhet të takohemi. Kam diçka që gju përket. Diçka që në gjuaj don të që tregonte, por ke vdik para se ta bente. Agron pranue. Dhe u takua me një grua plake me floke kreqtesisht të bardhe dhe duar plot artrit. Kjo grua ku heq marije, a gjo ishte motra e drites, a gjo ke kishte gjetuar me sekretin gjithë ketovite. Të tani, ne e fund të gjetes se saj, kishte vendozur se e verteta nuk mund të e vdiste bashke me ta. A gjo i da Agronit një kuti metalik të vjeter. Një kuti kë ishte mbillur me ripte vule. Dhe ta, brenda kësaj kutie ishte e vërteta këti këtë e drejte të dish. E vërteta per babaën ten. Per atë kë ishte. Per atë kë vuajti. Per atë këtë donte me shume se qdo gjene gjete edhe pa te pare kurre. Agron e hapi kutine me duar të dridhuara. Brenda ishin letra. Fotografi. Dokumente. Dhe një flete e shkruar me shkrim dure nga Gakovete. Flete kë filon të keshtu, gjallit tim ke nuk do të njo kurre, nëse po lekson kete, do të thote se dikush vendosi se ti meriton të dish. Se ti meriton të kuptosh pse o nuk isha ati. Pse nuk ta mbajta ne krahe. Pse nuk ta këndova një nullat kë sto baba i këndon femjes se taj. Gjo sepse nuk dogja, por sepse nuk me legjuan. Tek gjo eshtan dhe ardhimgjet me ta medha këngja në gjerimon të mbagje. Egron leksoj s'do fjale. Do resht, do emocion kë ishte derdur no atë leter. Dhe kur mbaroi, fytyren e kishte të lagur me lot. Ai e kuptoi, ai nuk ishte bere gjetim sepse babai i tij kishte zgjedhur të largoheq. Ishte bere gjetim sepse njej sistemi kishte ndare me forse nga babai i tij. Njej sistem që vendosi se dashuria nuk ka vend kur behet pengese per kontrollin, por brenda kutise kishte edhe diçka qeter. Njej dokument ku shenimet mjekësore tregonin se Gako në vitin një migje e nëntekin dhe qëtatet hete e di kishte kërkuar të takonte një ekspert ligjor, kishte kërkuar të mesonte se si mund të njohej ligjerisht si babai i një femje. Si mund të jepte atëj emrin e ti? Si mund të mbrojte nga sistemi kë e kersenonte? Por per gjigja kë mori ishte e ashper, si pas ligjit aktual, një femigja i lindur 6 martese nga një grua me pregjardhjet e dishimta nuk mund të regjistrohet në emër të një artisti kombetar. Kjo do të silte turp per shtetin. Kjo do të silte skandal. Dhe prandaj, kjo nuk lejohet. Gako kishte tentuar të luftonte. Kishte shkruar letra. Kishte kërkuar takime. Kishte kërkuar drejtesi. Por çdo përpjekje ishte blokuar. Çdo dere ishte mbillur. Çdo shprese ishte shuar. Te në fund, e vetmja gjë ko imbeti ishte kjo leter. Kjo leter ke shkroj me shpresen se një dita, edhe nëse vetëm një dita, gjali i tij do ta leksonte. Do ta kuptonte. Do ta falte. Agron e mbylli kutine. E shtrengoj në gjoks. Dhe kau per baban e kë nuk e pakure, kau per vitet kë hamben, kau per dashurine kë u vod, por kau edhe per sistemin, kë shkate rojgjë të pandërgjegje, kë të familje pa meshire, kë është tipi shprese pa pëndese. Dhe ai vendosi, kjo histori duhet treguar, duhet dëgjuar, duhet mbajtur gjallë, jo per hakmarje, por per kuqtese, per të mosu haruar çfare mund të bajgje një sistem kur pushtetin e vendos mbi një rezimin. Dhe kështu Agron filloi një betëgje të re, betëgje per të rivendosur emrin e babait të tij, jo si ikone, jo si propagande, por si njeri, si baba, si viktime e një sistemi kë e përdori derisa u tije. Dhe sot, emri i Gako sakos po rishkruhet, gjo nga shteti, por nga njerëzit kë e duan të vërteten me shume se legjendën. Por a mjafton kjo, a mund e vërtet të te sherogje plaget kë legen gjeshtra, dhe shfare ndodhime ata ke urderuan heshtjen e Gakos, a paguan ndonjë here per atë ke bene. Petrit, miko kë e tradhtoj Gakon, gjetoj edhe 30 vjet pas vdekjes se tik.
Gjetoj me karriere të sukseshme, me shtepi të madhe, me familje ku respektonte. Por askush nuk e dinte se çdo natë e zgjohet në gjerse të ftohtë, se çdo natë shefytyren e Gakos duke e shikuar me dhembje, se çdo natë dëgjon zërin këtote, sa ishin parate, sa kushton gjemik, të nevitin të migja e një në shtrat vdekje, Petrit tiri të birin dhe ita, kur ta vdes, mos me varros prane atij. Mos me varros prane artisteve, sepse une nuk gjam njeri ke meriton nderime, une gjam njeri ke gjetua me gengje shter. De gengje shtrat nuk varrosen me lavdi, de keshtu u varros, gjone varrezat këndrore ku prehet Gako, por në një vend ta thjeshta. Pa ceremoni, pa fjale lavderimi, vetëm me familje kruende nuk e din të vërtetën. Por e vërteta nuk mbetet e varrosur për gjithmone, sepse pas 5 vjetesh, një gazetar gjeti dokumentet. Gjeti raportet kë Petrit kishte nënshkruar. Gjeti provat e tradhtise. Te i publikoe. Te kur u publikuan, familja e Petrit u mbulua nga turpi. U mbulua nga pjetgjet. U mbulua nga ngjengja se kishin gjetuar me një njeri kë nuk ishte ai kë pretendonte të ishte. Por çfarë ndodhi me sistemin? Me ata ke urdhëruan, me ata ke perduren Gakon si mgjet? Shumika vdiken pa u përgjigdur kurre, vdiken me pension të larta, me vilat e trashëguara, me emra ke ndëgjenden në monumente, sepse drejtësia e vërtetë nuk erdhi kurre, erdhi vetëm ndryshim politik, por jo ndryshim moral, jo drejtësi për viktimat, jo ndeshkim për kriminalet. Dhe ndërkohë, drita gjetue deri në moshën të 85 vjet. Gjetue me sekretin derisa nuk kishte me forse ta mbante, dhe ditën kë vdik, a gjo mbante në dore amuletin kë Gako ia kishte dhene. Amuleti ka kishte kaluar nga duart e sajtën e na e Gakos, pastaj te Gako dhe pastaj serishte agjo, dhe tani prehet me të nevar. Si simboli nje dashurie kë sistemi tentoj të shkatërroje, por ke nuk vdik kurre, sepse dashuria e vërtetë nuk vdes. Edhe kur njerëzit kë e gjetojnë nuk gjaneme, por mbetet pjetgja ke na shokeron, çfarë kemi mesuar nga këgjo histori? A kemi mesuar se famagja paleri është burg, se artin e kontrole është roberi, se sistemet kë shtipin individin nuk ndërtojnë e komb, por shkatërrojnë e shpirtra? Apo ende vazhdojme të lartëzojme ikona pa u pjetur, me çfarë çmimi u bene ikona? Sot, nëse shetisni në Tirane, do të gjeni një rrugë të quajtur me emrin e Gako Çakos. Një rrugë të bukur, të gelberuar, të respektuar, por nëse ndaleni dhe pjesni, sa njerëz dine historinë e vërtetë të burit kë e mban atë e merë, sa dine per dimbjen, per traditine, per dashurine e vjedhur, per gjallin kë nuk unjo kurre, shume pak, sepse ne ende gjetojme me legjenda me shume se me te vërteta. Sepse ende në pelken me shume te duar trokasim se sa te pjesim, dhe këgjo eshte të regimi kë duhet ta në begjet e mendohemi. Gjo vetëm per Gakon, por per të gjithë ata ke sistemet i bene heronjë në pamgjet e viktima në realitet. Per të gjithë ata ke kënduan me buzekeshje por vdiken me dhimgje, per të gjithë ata ke në dhane art por nuk paten kurre liri, mik të dashur, si e shihni gju historina e Gako Çakos, ishte ai viktime e nje sistemi mizorko e shfritezoi derisa utje, apo kishte edhe ai përgjeggjesi për zgjedhjet kë beri? A mund të fajesoj me njeri kë zgjodhi të heshta për të mbrojtur familjen e tij, apo duhet të fajesoj me sistemin kë e vuri në atë zgjedhje të pamundur? Shkruani mendimin tuaj në komente. Në tregoni nëse kuqtoni Gakon në kitetin tuaj. Në tregoni nëse keni dëgjuar historitë gjera si këgjo kë gjane mbajtur sekret per dekada. Linilik nëse mendoni se e vërtetë duhet treguar, edhe kur dhemb. Dhe abonohuni në kanal sepse do të vazhdojmë të nëksgjerim në dritë historikë sistemi dhe shiti fshehte për gjithmone. Sepse e vërteta nuk vdes. A gjo vetëm pret momentin e duhur për të dale në dritë.